shikoj makine. Ngric totale. Mirë mëngjesi njerëz, dëgjoni një zhurmë këtu. Është Edi që po pastron të gjithë këtë akull. Do më thoni, Anisa ku shkon në mëngjes në këtë ftohtë? Po shkojmë tek Azër, Centro Toskana i thon këtu, ku ndryshoj mjekun, sepse mjeku i familjes na bëri qeder, na la dhe iku në një vend tjetër. Edhe duhet të ndroj mjekun, se jo nuk marrim dot as vizita, as apuntamente, shkojti. As një gjë, edhe po shkoj me Edin që ta ndryshoj mjekun dhe uroj me shpirt që të jetë një mjek po aq i mirë sa që ishte ai mjeku që kishim më përpara. Them vajza, nuk i kam lyer buzët as pak dhe kjo fal produkteve të mia të Anis Beauty. Shko si i kam sot në mëngjes, të kuruara dhe jo të fishkura apo të çara këtu në mes. Shikojeni pak. Jam shumë e lumtur që produktet e mia funksionojnë. Më ka thënë dhe shumë goca që produktet janë shumë të mira dhe unë i falenderoj pafund, por siti ka akoma probleme edhe nuk mund të futem dot. Më thanë që është problemi i Instagramit, nuk është i sitit, kështu që do presim dhe disa ditë dhe ta aktivizojmë. Dua t'ju them që është bërë një rëmuj tek to qendrot Azër, i kanë transferuar nga Karexhi, kush jeton në Firenze duhet ketë kujdes. Plus, në qoftë se ju ka mbaruar afati, në janar një mbaron gjithë dhe afati në fakt, dhe duhet të bëni të zgjidhni mjek të ri në qoftë se juaj është transferuar. Edhe bëni kujdes sepse këtu të mundojnë shumë, duhet lënë apuntament, pyesni për numrat, ka shumë rregulla. Por unë e mora shpejt për arsye shëndetësore të mia, edhe kështu tani do shkojmë të pimë një kafe. Jam skuqur sepse nuk e besoja dot që më në fund e kam në dorën time. Isha mërzitur si që thashë nuk e kisha gjetur, po kisha një fije shprese që do dilnin përsëri dhe po. E mora, do t'ja tregoj o në shtëpi o në makinë, nga gëzimi do t'ja tregoj, por tani do shikoj një çik të futem tek Lash, mos gjej diçka me ulje. Unë për vetë kam blerë këtë me mirtili, është me boronica, edhe ta provojmë qik ta pim.
bën jashtëzakonisht vap. Që më janë bërë kuqet, më janë skuqur faqet, unë vapën e kam të mirë. Vajzat e mia. Unë shkova përsëri e pat. Shkova përsëri te Primarku, nuk e kisha mendje fare, i kisha harruar, por buri po i kujtonte. Edhe kur më tha, janë këtu, tha, kanë ardhur përsëri. U zverdha komplet, edhe tadan! I gjeta më në fund. Shikojni pak sa e bukur që është, o zot. Shikojni pak. Oreo i lash dritaren hapur dhe po rritë shikoj andej dhe do t'ja lej gjithmonë tani e të ri aty. Shikojni pak sa korneti bukur që është, për këtë bëra vrerë, për këtë këtu. Edhe cinnamon rolli. Shikoni pak sa të bukura që janë, ka vendin këtu që apet, futet produkti edhe mbyllet. Edhe këto të dyja kushtonin 6 euro. Shko, lare këto cinnamonin. Për kjo, ashtë nuk është bërë për mua. Shiko sa më shkon njerë, shikojni sa më shkon. Super, ja shumë e lumtur. Gjithashtu Primarku kishte bërë edhe këtë me skonto 4 euro nga 7 euro. Tani, 7 euro nuk do e blija kur, sepse mund të mirja një më të madhe 7 euro. Ja. Dhe shikoni sa e bukur është, nuk e di nëse këtu do fusë për të shikoj që ta kujtoj më mirë emri. Kafen, nuk e di ato kapsulet e kafes. Ose do fusë çajin këtu, t'ja heq edhe këtë. Okej, ja hoqa dhe shikoni sa e bukur është. Për 4 euro, okej, është e bukur. Unë po vdes për këtë. Edhe kam bajtu në dorë, fort që mos më thyesh. Gjithashtu jam e lumtur. Edhe për këtu, nuk janë testuar të kafshët. Edhe me 5 euro, ishin bërë skontot në fakt. Edhe me 5 euro mora të gjithë këtë, në fakt, si shte 5 euro. Shte 4 euro e 90, 89 kështu. O, e mora. Kjo të shkrin ka në dorë. Ka e shumë të mirë. Më pëlqevi edhe aroma e detit, e ishte super e mirë, mjaltin e kam provuar dhe nuk është se më ngjiste shumë, duhet ta bëj fort që të shkumzonte. Lash Snow Fairy. Edhe po njerëz, duhet të shkoj tek Pepco, t'i marrë dhe atë me që vendoset sapunit, jetë e bukur. Edhe përsa i përket blerjeve, to ishin, si që pat nga Gjili, kështu që unë është shumë vajta për të blerë tek Lash, sepse thash po më bëni shumë alergji shampot, po më kruesh trupi, edhe po më dilnin edhe puçra, nuk e di nëse dallohen këtu, po më dilnin puçra. Edhe thash, okej, provoj Lashin, sepse te Lashi kur e kam përdorur, nuk më ka ndodhur gjë, edhe po e bleva, tani nuk e di kur do shkoj, por që do marr edhe atë që më pëlqevi me oqean, por dua t'i marr tani që janë skontot. Gjethet e shumica prej pemëve kanë ikur, edhe shikojni që vetëm kjo ka ngelur. Hello. Do thoni ju ku po vete kjo vetëm tani. Po shkoj tek një dyqan. Më mungonte vaj, kështu që do iki edhe të ble vaj. Duket pak larg, por në këm të preti ftohti, edhe pse është
Është dielli edhe koha është qelq, por të pret i ftohti. Shkoni balkon. Sa bukur. E gjë gjigande këtu që po ecën. Kjo në Bear mbushet aq bukur sa të vjen qef të rish tu, plus është ajër edhe i pastër. Edhe kështu, tani nuk do flas më se kalon në një vend që është shumë i ngushtë, edhe të bëjnë që derin këta. Era më thavi fytyra, shosi ma bërit kuqe, edhe të merë për para, vajza. Të merë për para, mos në qoseri Firenze, mos dilin. Unë dola për vaj, për ta dhe që ishe ka i vdekje, nuk isha për të ardhur kur. Është duke më xhiruar koka, ju betohen. Të gjejmë vajin. Peshe patatinave. Për këtë vaj kam ardhur sot. O Dio, nuk e di kush është. Do marr këtë. Jam duke bërë ëmbëlsirë dhe do bëj krostat. Do ta bëj shumë të bukur. Edhe doza do t'ju lë këtu anash që t'i keni dhe ta bëni edhe juve. Po jap dorën e fundit. Edhe përfundimi do jetë kështu, mund t'i bëj o një thjango, o një lule, ta shoh. Unë po e mbaroj këtë. Vajza, nuk e di nëse ju a kam thënë apo jo, sot është data 14 shkurt, ju a thash, por unë nesër nisem për udhëtim në Shqipëri. Okej, pa shkon dhe do jetë shi, nuk e di nëse do jem e haft që të filmoj, por si do qoftë, unë po ja them sot se filmoj apo jo, këtë nuk e di, ngele ndoshta kur do jetë ndonjë ditë me diell, një ditë do jetë besoj. Edhe do shifemi kur të jem në Shqipëri, me përgatitje nuk është se do marr shumë gjëra. Do marr 2 bluze, një pal pantallona të bardha, nëse duat që të vishem pak ekstra, edhe do marr dhe 10 pakot që më keni porositur juve. Ju them faleminderit vajza, jeni shumë të mira dhe mbi të gjitha faleminderit që keni besim tek unë. Dua t'i transferoj këto gjërat e vogla. Dua t'i transferoj këtu. Sigurisht me vete Anis Beauty gjithmonë. Një pasyrë të vogël, një nga këto dentalet i marr gjithmonë. Furçat që duhet i la njerë. Ka marr këto për vetllat. Kjo është si tip gjeli. Një tip korektor që unë e vendos pak fare tek unda dhe për zbardhim pak fare. Iluminante blush. Edhe kjo është një kontur, si që lexon këtu. Edhe ta shikosh mirë, edhe këtë të esencës që e ka marr kohët e fundit. Edhe për maska do marr këto për sy, sepse një do t'i bëj për video, një më duhet për content. Edhe kjo një për content. Këto të dyja maskat do t'i mbaj, sepse do shta bëj ndonjë mask o me mami, o nuk e di, por do t'i vendos shtritur. Edhe këtë në fakt sa mililitra është kjo? 30 mund t'a baj në çantë. Gjithashtu nuk mund të mungojnë edhe
parfumet e vogla. Këto janë të voskla fare. Gjithashtu kjo për veta që i mbaj në një çantë kaq të vogël, që i kam blerë së fundmi. Këto do lahen të gjithat, i vendos këtu më njanë. Edhe po të paketoj njërë këtë, ta mbush si që duhet. Edhe po do ta vendos. E bëra. Tani do thoni juve kjo do derdhet. Nuk derdhet, sepse edhe vetë konsistencën e ka pak që me zi del. Duhet ta shkundosh mirë e mirë. Edhe po futet edhe kjo në çantë. Mos mora, ka marrë shumë gjëra, por ja, shikoni, unë pas skincare nuk ridot. Larsi fytyrës. Edhe kjo që në fakt të duhet ta kisha të vogël. Po ku ta gjej unë tani të vogël? Oreo është bërë si i çmendur sepse po kuptojnë që unë nuk do jem në shtëpi. Ku ta çoj unë një të vogël si kjo? Nuk është se më kanë Oreo, nuk është se më kanë dhënë, por do kërkoj në qoftë se marr. Pastaj për sa i përket këto kontureve, këto nuk i lë sepse dua të rregullojmë çik, se s'do dal kështu. Plus për content, okay, lëre. Më mirë të kesh. Okej, do fus edhe këtë. Puna është si ta fus këtu. Do ta shikojmë. Për sa i përket këto do marrë të gjithë bashkë me furçat. Erdha në Shqipëri, të vendimi preferuar, të shtëpia jon e bukur. Edhe po, sa po erdha, jam me lodhur shumë. Tani, në fakt, sa po erdha jo, se bëm një ndales tek Tezja. Pastaj shkuam ëngrëm për jashta, sepse mami e di se çfarë dua unë. Doja majonez, po biftek vianez, patate dhe xaxhiqi. Gjëja që dua të bëj tani, dhe se ora është 5, unë kam ardhur në 2 se bërë ndales tek Tezja. Si që thash, tani dua të shkoj, se po pres vllajin që të vi, që të bëj, domethënë të sjellë peshkun, ta lajm, ta shplajm, edhe pastaj ta fusim frigorifer dhe të dalim prapë. Ndërkohë buzët e mia nuk kam përdorur as lip gloss as gjë, sepse tek Vizeir, si e ka Vizeir, nuk e di se si e ka, se unë e parë që udhëtoj me atë, është skandal. Doja të mirja shumë, domethënë të mirja që të editoja videon, nuk mund ta editoj videon dot, sepse nuk kam laptopin. Hedh video këtë javë, por dua që them që jam e lumtur që kam ardhur në Shqipëri, por jam edhe trishtuar sepse jam pa Oçon. Oço është në shtëpi dhe më mori Edi, më tha që Oreo a qan edhe të kërkon ty në shtëpi. Dhe unë kaq doja, më vjen që të iki nesër, por edhe mamin e dua dhe të ri. E mallkuar qoftë dita që e hoqën ato që të mirje kafshët me vete, sepse unë ishe shumë e lehtë ta mirja edhe nuk do kisha shumë mundime, do ta kisha këtu edhe mund të rija pak më shumë, por për shkak të Oreos do ri vetëm një javë. Ato të më dhaja. Më ka filluar gryka, po më dhemi shumë grykët, nuk e di, nga që këtu në Shqipëri vendosin atë ngrofsen, dhe unë nuk e duroj dot. Kur dal për jashta më zën gjithmonë grykët, por nuk ishte kjo qëllimi që hapa videon. Herë që vi në Shqipëri, nuk mund të mungoj kjo pasta shuta, e kam e të vërtet qef, edhe po hajnje tani. E di që është dark, e di që të shëndosh, por ndonjëherë duhet. Por ja pak shtritur këtu për qefin tim, edhe kishim vendosur të bënim anodhim planesh, të rinim edhe unë dhe mami të rinim të qeta, por tani na erdhi vllai dhe tha, ti ke ardhur për të ndektur në shtëpi? Hajde, tha, të dalim të bëj xhiro nga qendra, sepse doja të filmoja qendrën, se është bërë shumë bukur për Shën Valentini. Edhe po vajza, vllai tha hajde, tha, unë do marr dhe mami. Tha mere po duash, po erdhi mami të vi.
edhe do iki në qendra që të filmoj. Kështu që do ri pak sa të qeroj mami peshku që e keni parë. Mashallah, gjithmonë vllai zë shumë peshk. Edhe po, do qeroj peshkun mami, është në përfundim, edhe do dalim, jam shumë e lumtur të shikoj pak qendrën.